Tre arsye pse duhet të konsumoni kos në mëngjes. Kosi, qumshti dhe djathi dhe shumë produkte të tjera të bulmetit janë të pasvendësueshme në kuzhinë, por kosi mund të veçohet pasi përmban kalium, kalcium, vitamin B2 dhe B12. Ai është i mirë për të përmirësuar sistemin tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksina dhe bakteriet. Ai ndikon në rritjen e imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë më të fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si cinku, magnezi dhe seleniumi. Ai ul tensionin e lartë të gjakut. Kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës nga organizmi, parandalon infeksionet. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun. Ai ushqen kockat falë kalciumit që përmban dhe ndihmon në forcën e duar të tyre. Përmban probiotik dhe lehtëson fryrjet dhe diarren. Forcon aktivitetin fizik, zbut alergjinë, ndihmon të bini nga pesha dhe ndihmon gjithashtu në fuqizimin e dhëmbëve kundër kaviteteve.